tjera. Pra, prej këtyne 20-25 klubeve cilët i ceka më herët, është një lëshim ose një fatkeqësi që nuk ka asnjë klub në të cilën stërviten shqiptar, nuk ka klub shqiptarësh. Ndoshta një pjesë të asaj bare e barti edhe unë, edhe në të ardhmen planifikoj, ndër të tjerat jam tani për momentin e ushtroj detyrën e trajnerit të një klubit Shkupit quhet Risovi, edhe jemi në bisedimet sipër, së shpejti gjën fund vitit do duhet të definojmë kakjet e klubit, pra një prej variantave është që ai klub pronësinë e atij klubit ta marr unë edhe në procesin stërvitor, por edhe në pronësinë e tij. Edhe pastaj do shohim, do futemi me një kampanjë te afaristët themi shqiptar që të munden sportin e ping-pongut t'i japim mundësi edhe fëmijëve shqiptar të miren, themi jo me rekreacion, po të miren profesionalisht këtë sport, edhe pse mendoj se shqiptarët kanë një farë themi dhuntie ose talenti në këtë aspekt.